Është? Për herë të parë, pra këtë vit, si asnjëherë tjetër, ky festival do... Kemi 2 fitues në Shkodër? Po sigurisht që kemi 2. Në Ngjirokast? Cili zo ka një shpërthim ndjenjash që buron nga zemra. Luam në fakt. Po mendoj të ndalojmë. Jeni ju, jeni të gjithë. Ta ndjekim këngën, hero, ja. Nuk kam frikë të djeg, nuk kam Vërtet. Jam diku në det duke notuar. Wow, duke notuar. Ishte e mrekullueshme, ishte përgjegjësi e madhe në të drejtën, sepse edhe eksperienca ime është jo e vogël në skenë, por jo e madhe duke prezantuar një festival të këtyre përmasave. Por energjia, siguria e fëmijëve të vegjël në skenë na bënte edhe neve realisht optimist dhe na përfshinte për të kaluar një mbrëmje si kjo e sotmja kaq të bukur. Nuk e keni ide që unë vi për herë të parë në Shkodër. Kam ardhur më herët shumë kalimthi, por sot kështu e kam shiju Shkodrën. Mandej përvoja ime me fëmijë është edhe më e hershme se kam luajtur shfaqje për fëmijë, mirë po një festival të tillë nuk më kishte rasti ta udhëheqja. Ishte jashtëzakonshme, kishim shumë emocione, se ne zakonisht kemi emocione, pavarësisht përvojës, emocionet janë të pashmangshme. E jashtëzakonshme, fëmijët e mrekullueshëm, energjia e tyre, unë jam nënë e 2 fëmijëve, e një botën e fëmijëve dhe është vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme. Shkodran, me atë gjuhën që e keni, jeni fantastik, more. Rezultoi i suksesshëm, ishte një fillim i mbar para këtij tempullit, para teatrit. Besoj që ky vit ka qenë shumë i veçantë, pasi kemi sjell artistë nga gjithë trevat e Shqipërisë, po jo vetëm. Kompozitorët më me za që ka Shqipëria dhe gjithë trevat përtej Shqipërisë, dhe mendoj që ka qenë një natë magjike në gjitha sferat. Rezultoi që edhe kori vazhdon të jetë në formën e duhur, ai që jep dritë dhe jetë këtij festivalit. Gjithashtu edhe me pëlqyen edhe 2 konferencier të jashtëzakonshëm. Shpresoj që kjo atmosferë të vazhdojë edhe në natën e 2 dhe të 3 dhe Shkodra të jetë qendër e vëmendjes të kësaj feste të fëmijëve. Jo thjesht një festival, por është një manifestim i festës së fëmijëve që kulmoi këtu në Shkodër. Ndihem shumë e lumtur dhe shumë emocionuar që do shkoj një herë tjetër do ta provoj eksperiencën time dhe është domethënë jam shumë e lumtur. Të dyja janë shumë ndjesi të bukura, nuk zgjedh dot, më pëlqej shumë të dyja. Qoftë, domethënë kushdo të fitoj, do jetë eksperjenca më e bukur e jetës. Donte të dilte nga vendi, edhe e besoja që nga jashtë kërtiste, mos atë.
Bravo, vogëlusi! Përshëndet se jam Hija e saj Lule çdo maj Lule dillet e pranverës Lule borën e baj Flokën roza Sa Ne për festa e gëzime Këndoj këngë shpirtin tim Ky e vendi kurit S'kem shkollon e kur këndoj Flor tradit e qytetim Fatile I kisha të vendi Drama e pritur Sot më qohi shumë Dhe mbile të shaj në mak Me një E kemi bashk në sekret Vajzat që ti do Për ty ajo Vajzat që ti Ngeca, Po hajtë qesh me lot njëherë. ngeca. Jetë artificiale Shora e karori është reale Por se pas mund të jetë artificiale Shora e Dua fort të shikoj çdo njeri Se pas dhimbjes ka gëzim Kërkon fort të çdo hidrim Nga Gjiroka. Lule mos kishe të bërë